Një ditë dietari i madh Ebu Hanife kishte një debat të fortë me ateistët e kohës. Të gjithë ateistët kishin ardhur në kohën e caktuar, kurse Ebu Hanife akoma nuk dukej gjikundi. Ai u vonua aq shumë sa që ateistët menduan se ka frikë nga ballafaqimi. Në fund, kur erdhi Ebu Hanifja, filloi të kërkojë të falur dhe të justifikohej për vonesën. E gjitha kjo ishte planifikuar për t'i shërbyer diskutimit. Ai kërkonte me çdo kusht që t'i binte mbi ekzistencën e Zotit dhe këtë donte ta bënte me shembuj praktik. Ebu Hanife u tha: "Më vjen keq për vonesën, por siç e dini, unë banoj në anën tjetër të lumit e Eufrat dhe për të ardhur këtu më duhet kaloja lumin me lundër. Por në atë orë që do të vija unë, nuk kishte lundër fare, kështu që u vonova." Ateistët e pyetën: "Mirë, po si e kalove lumin?" Ebu Hanife u përgjigj: "Teksa isha duke pritur i mërzitur. Me rrjedhën e lumit erdhi një copë drase gjerë dhe e gjatë dhe unë dal para meje. Pas pak erdhën dhe 4 të tjera dhe unë ngjitën me të parë, duke formuar një lundër të përshtatshme për të kaluar lumin. Por e pash këtë, unë ngjita sipër saj dhe valët më shtyn derisa kalova lumin pa problem." Ateistët i thanë: "Çfarë? A po tallesh me ne? Kjo s'ka pikë logjike. Çfarë janë këto fjalë boshe?" Por Ebu Hanife u ktheu: "Për Zotin, me këto që po thoni, po e pranoni vetë ekzistencën e krijuesit. Nëse ju nuk pranoni që një lundër të formohet rastësisht, atëherë si e pranoni që gjithësia që na rrethon të jetë krijuar rastësisht?" Ateistët heshtën dhe nuk folën.